Të nderuara dhe shumë të respektuara familjet e dëshmorëve, invalid, veteran, komandant, përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta, përfaqësues komunal, të nominuar delegatë të subjekteve politike për Kuvendin e Republikës së Kosovës nga partitë politike, shumë e respektuara familja Bogiqi, ministër Shala, kryetar Lladrovsi, qytetar zonja dhe zotrinj. Mirë se na erdhet në këtë manifestim përkujtimor kushtuar rënjes heroike të dëshmorit të kombit Sami Bogiqi. Të flasësh për dëshmorët është sa krenari aq edhe përgjegjësi. Ata me gjakun e tyre u bën themeltar të lirisë e të shtetësisë sonë. Ata nuk kanë nevojë për fjalë të mëdha sepse vetë janë të mëdhenj. Ata nuk kanë nevojë për lavdata sepse janë lavdia vetë. Ata nuk kanë nevojë për ne e ne kemi nevojë të krenohemi me ta. Dëshmorëve u përket nderi dhe lavdia që për lirinë e vendit me vedije të plot bën flimin më të lartë, dhan jetën e tyre në ballë të luftës. Andaj me respektin dhe nderimin më të madh ju ftoj për 1 minutë nderim. Lavdi e përjetshme. Të nderuar të pranishëm zonja dhe zotrinj, fillimisht për një biografi dhe fjalë rasti për dëshmorin e kombit Sami Bogiqi, ftoj zotriun Ajet Elshani, komandant kompanie i togut të 3 të brigadës 113 Muj Krasniqi. Të nderuara familjet të dëshmore, të nderuara familja e dëshmorit Bogiqi, i nderuari kryetari i Kuvendit Komunal Drenasit, të nderuari komandanti brigadës 113 Muj Krasniqi, Hisni Shabani, të nderuar deputet, të nderuar mysafir, të gjithë ju pjesëmarrës të këtij tubimi përkujtimor me rastin e përvjetorit të rënies së dëshmorit të lirisë Sami Bogiqi, me lejoni që përpara jush të prezentoj një biografi të shkurtër të familjarit tonë dhe bashkëqytetarit tuaj. Me këta pak rreshta që do t'i lexojmë në vazhdim, jemi plotësisht të vetëdijshëm se borxhi ndaj dëshmorit Sami Bogiqi dhe dëshmorët e tjerë nuk e kemi kryer, sepse vetëm kur të përmbushen detyrat ndaj adhëvët që rrjedhin nga idealet e tyre, mund të themi se e kemi dërguar amanetin e Samir dhe dëshmorët e tjerë në vend. Sami Bogiqi u lind në 9/8/61 në Komaran, komunës Drenasit. Ishte fëmia i parë nga 5 vëllezër e motra, prandaj që në moshë të re u desh të kryente punë të ndryshme për të ndihmuar familjen. Shkollën fillore e kreu në vendlindje, kurse të mesmen në drejtimet teknike në Drenas. Me 1978 filloi punën në ndërmol Rami Sadiku në Prishtinë, ku punoi deri në fund të vitit
1983. Pastaj kalaj në kompleksin industrial të ferronikelit në Drenas, ku punoj derisa shpërtheu luftën shtyrimtare në Kosovë. Samiu ishte shumë aktiv, sidomos në demonstratat dhe protestat që u zhvillu në Kosovë gjatë viteve të 18 shekullit kaluar, e veçmas u dallu në mbështetje të minatorëve të ngujuar në zgafellën e minjerës së Trepçes në fillim të vitit 1989. Gjatë kësaj periudhe, si pjesëmarrës aktiv i sindikatës pavarur punëtorëve të ferronikelit, ka grumbullu dhe shpërndar ndihma materiale mujore për minatorët e përzën nga puna në kombinosin Trepça. Por, në vitet 1989 organizohen protestat e përditshme dhe në Lapushnik, Komaran, Drenas dhe Prishtinë, ku Samiu kishte rol mjaft aktiv. Ishte koha kur në arkivole po vinin ushtarë shqiptarë që kishin ngelur me shërbim në armatën jugoslave. Vëllavi i Samir, Tomori, ishte nënshtru një trysnie të paepër për të rreshtu për krah ushtarëve serb, gjë që ai e kishte kundërshtu me këmbgulje. Samir shkon për të ataku të vëllain, por sigurimi ushtarak i armatës jugoslave i bie në gjurmë. Prandaj e maltreton atë fizikisht. Në vitin 97, policia serbe ishte përqendru në udhëheqjen e Komaronit, ku terrorizonte shqiptar që kalonin andërpari. Samiu atë botë ishte i bindur se stacionimi i policisë serbe në Komaran paralajmëronte një luftë të përgjakshme në një të ardhme të afërt, pasi një gjë e tillë kishte ndodhur edhe në prag të luftrave në Kroaci dhe Bosnjë. Dhe vetëm pak muaj më vonë, me 28 shkurt 1998, në Likoshan në qires të Trënicës, të 6 lisat binjak, ndodhi sulmi i një siti të OÇK-s kundër patrullës së policisë serbe. Humbja e psuar nga forcat serbe i tërboi ata, me rast pasun aksionet hakmarrëse ndaj banorëve të këtyre fshatrave. Imazhet e të varfërve me rru një vetëm Kosovën, të vrarëve, por mbara opinionin botëror liridash. Pas rënies së komandantit legjendar Adem Jashari dhe pjesës më të madhe të familjes së tij, i tërë populli u ngrit në mbështetje të OÇK-s. Pas kësaj ngjarje, Samiu kontaktoi me Sokol dhe Ganiel Shoni nga Krajkova, nga të cilët merr detyra në sektorin e logjistikës të ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Jashari, që të fillimisht ai kishte kërkuar nga Sokol Krasniqi, Feras Shola dhe Mus Jashari që ta angazhonin në aksionet bujerile, por ata me gjithë mirëkuptimin që kishin për të, nuk ishin shprehë gatishmërinë që ta pranojnë radhët e veta, pasi që ishte faza e vendosjes pikave në Negros, Krajkovë dhe Paterko. Dhe konsolidimit të tyre. Me qenë se në Ferronikel kishte bërë punën e kuzhinierit, këtë profesion ai e kryen edhe gjatë kësaj periudhe, jo vetëm për ushtarët, por edhe për popullatën civile. E zhvendosur nga vendet të ndryshme të Drenicës, ku po zhvilloheshin operacione luftarake. Me 3/5/1998 Samiu bën betimin dhe në këtë mënyrë realizon ëndrrën e tij për të bërë pjesëtar i ushtrisë shërbimtare të Kosovës në kuadër të njësitit Guri, kompania 3 e batalionit 2 të brigadës 113 të zonës operative të Drenicës. Me 8 e 9 maj, në betejën e parë frontale kundër forcave serbe në Grykën e Lapushnikut,
A i merë pjesë në betej, pas beteje, kundër forcave serbe, gjatë gjithë muajt në maj, derisa më 29 maj 1998, kur në lagjen Qupit të Vukovcit bie në altarin e lirisë. Me këtë rast plagosët rënd Sahet Berisha, kurse Zenullah Thaçi kapët dhe torturohet. Me 31 maj 1998, luftëtarët Sokol Krasniqi, Nasuf Thaçi dhe Ejup Thaçi se bashku me bashkëluftëtarët e tjerë, dëshmuarit Sami Bogiçi, bashkëshatarët Ali Krasniqi, Nazmi Bogiçi, Skenderi dhe Azem Bogiçi, si dhe Ali Krasniqi në breshrinë e arme arrin ta tërheqin trupin e dëshmorit Sami Bogiçi, cili pushon në varrezat e dëshmorëve dhe martirëve në Negroc. Dëshmori Sami Bogiçi ka lënë bashkëshortën dhe 4 fëmijë, të cilët janë krenar në sakrificën e Samit. Pas rënjes, rapsatët të ndryshëm i kanë kushtu kong heroizmit dhe trimërisë së dëshmorit të lirisë Sami Bogiçi, kurse Ministria Mbrojtjes së Qeverisë së Përkohshme të Kosovës, shoqata dëshmore të lirisë, Kuvendi Komunal i Drenasit dhe asociacione kulturore e sportive kanë ndarë falënderime dhe mirënjohje. Lavdi e përjetshme të gjithë dëshmorëve të lirisë. Nder dhe respekt për të gjithë ata që kontribuan për çlirimin e kësaj pjese të dhëut. Ju falenderoj. Faleminderit zoti Elshani për këtë biografi për dëshmorin e kombit Sami Bogiçi. Vazhdojmë. Tani ftoj para jush kryetarin e komunës së Drenasit, zotriun Ramiz Ladroci, për një fjalë rasti. E dashur nëna Nefise, nderuara familje e Sami Bogiçit, nderuar ministër, nderuar kandidat për deputet, nderuar bashkëveprimtar, bashkëluftar, familje dëshmorëve, veteran, ne sot këtu jemi mbledh për të kujtuar veprën heroike të Sami Bogiçit, i cili ka rënë me 29 maj në këtë vend, kur po vinte për të kryer detyrat që kishte marrë nga udhëheqësit e tij ushtarak. Jeta, vepra dhe rënja heroike tregojnë mas mirti se si e ka kryer një ushtar i ushtrisë shlimtare të Kosovës detyrën e vet. Ky monument që sot, ky lapidar që sot po ngritet, unë besoj që qeveria e ardhshme në krye me Kadri Vezelin e Ramush Haradinajn do të kujdeset edhe më shumë, sepse nuk do të ngrisin lapidaret familjarët e vet, siç do ta ngrisim edhe shpejti edhe shtatorën e Femiut edhe Xheves në Drenaz, por duhet institucionet tona të kujdesen më shumë. Ne si komunë, si institucion, e falenderojmë familjen, por këto janë detyrimet të shtetit, detyrimet të institucioneve, detyrimet komunës. Dhe unë i premtoj juve këty para të gjithëve se për çdo vit do të ngres në komunën tonë, për aq kohë sa do të jem kryetar, do të ngres nga një monument, nga një shtatore të luftëtarëve tonë. Faleminderit, nder e respekt për dëshmorin. Faleminderit zoti Ladroci për këto fjalë. Tani në emër të familjes Bogiçi ftoj djalin e dëshmorit Sami Bogiçi, Dorim Bogiçi. Përshëndetje të nderuar i pari komunës zoti Ladroci, kandidat për deputet, ministra, bashkëqytetar, arsimtar, bashkëvendas. Faleminderit për prezencën tuaj. Ishte nder dhe respekt që keni prezantuar sot në këtë takim. Për dëshmorët nuk ka fjalë. Ata kanë bërë vepra.
fjalët në mbesin neve, po dhe punët. Faleminderit për prezencën gjithë. Faleminderit edhe nga ju. Tani vazhdojmë me programin artistik, ku para jush do të paraqitet këngëtari i mirënjohur Bexhet Korpuzi me një këngë për dëshmorin e kombit Sami Bogiqi, e me pas Alma e Albina dhe Rinesa Bogiqi do të paraqiten me poezit për xhaxhain e tyre dëshmor Sami Bogiqi. Nëse bëj pyetje, çfarë date është sot dhe kush qëndron para jush, këtë mund ta thot secili prej jush. Sot me 29 maj, dita zbardhje e bardh. Fshatin e Vukovcit e zbukuroi
që ngrit për ty Xhaxhi Same, ky lapidar. O Xhaxhi Same, ti je vetë liria. Sot jemi të buar pran lapidarit tënd dhe për gjysmë po na hiqet mërzia. Sa herë vjen maji, tu falulësh vëm bi lapidar. O Xhaxhi Same, të kujtoj me mall. Qëndroj pran lapidarit tënd dhe qeshi. Syt ka lapidari mbaj. Për ty Xhaxhi Same po të duke se unë sot nuk po vaj. Ti e krenaria jonë. Dërove Vukovsin dhe kombin ton. Luftove në Dimer, ishte shi e bor. Në kryk të lapushnikit, ti ke rënë dëshmor. Po ti, Xhaxhi Same, sot s'po më flet me goj. Ndoshta je dhëruar që të munda në loj. Disa korora sot e varrit do t'i lëm. Në shenjë të kujtimit për ty, aty do t'i vëm. Ti nuk e vdekur, në zemrat tona je i gjallë. Në radhë të UÇK-s, ti ishe i parë. Xhaxhi Same, në zemrat tona ti je ende gjallë. Në familjen tënde lindi dhe po rritet. Një pyet, trimi që emri Sami Bogiçi me krenari e mban. Nuk të harron Kosova, ju as Katundi. Ljum nëna që të rriti, ljum nëna që të përkundi. Faleminderit. Që liri vendi të ketë. Në gryk të lapushnikut, UÇK-ja bën folen. Ku shumë të rinj e të reja hynë me të. Me ta u rështuve edhe ti, Xhaxhi Same, që të luftash për të shtrejtën liri. Te polecët Malazez, shumë ishe i pezmetuar. Vendose të hyj në UÇK, vendin për ta shliruar. Me të filluar lufta, ti heq panguruar. Në betejë vullnetare, ti shpesh i angazhuar. Kur grykën e lapushnikut, forcat serbe e sulmuan. Xhaxhi Same me shokët, fort rezistuan. Në luftë u vrave për atë dhe, ishe luftëtar me guxim, si jetove me nder, edhe jetën për shlirim. Ju faleminderit. Të nderuar të pranishëm zonja dhe zotrinj, pas këtij programi foliore artistik, pra në 18 vjetorin e rënies heroike të dëshmorit të kombit Sami Bogiçi, do të bëhet edhe zbulimi i pllakës përkujtimore, ku ky dëshmor do të bëjë heroje nderi fshatit e tij, Drenicës e Kosovës që as shumë e deshi. E për të bërë zbulimin e kësaj pllake përkujtimore, ftoj para jush komandantin Hysni Shabani, ministrin Ferhat Shala, kryetarin e komunës së Drenasit Ramiz Ladrovsin, si dhe djalin e dëshmorit Dardan Bogiçi. Tani do të filloj ceremonia e vendosjes së kurorave me lule dhe duke ju falendëruar për pjesëmarrje këtu e përfundoj këtë manifestim. Mirëmbëjtje. Që më bajti për herë
Ishte ky materiali përgatitur me rastin e zbulimit të plagës përkujtimore të dëshmorit e kombit Sami Bugaj. Mirëmbëngjes. Shpela